Gjermania ishte rrezik për botën dhe nuk e ndaloi kush për të bashku. Ishte edhe dëshira e ish kundërshtarëve të boshtit, edhe Amerikanëve, edhe Evropës, që Gjermania të bashkohej. U bashku edhe Vietnami. U bashku Vietnami i Veriut me Vietnamin e Jugut. U bashkuan pra, edhe ata kishin një periudhë kohë të ndamë dhe u bashkuan dhe nuk ka bam atje, ajo punë. Unë mendoj kështu, që as Evropës, as Amerikës nuk i levërtis, në qoftë se e kanë seriozisht që duen të forcojnë harkun shqiptar në Ballkan. Si, po themi, zonë limitrofe, zonë kufitare, ku baron Evropa dhe fillon, dal nga dal, fillon lindja, pra si geopolitik, atyne nuk i intereson me majtë dy shtete shqiptare që janë të pa vetë mjaftueshme. Sidomos Kosova është e vogël, është shumë e vogël, nga resurse. Ndoshta 2 dhe 3 nuk bëjnë 5 si Shtani Xhmedini. Pra, bashkimi dy shtetet varfra nuk do prodhoj patjetër një shtet më të pasur. Bashkojnë problemet, po nuk do. Unë i shoh se të gjithë ata që donë me u zhvillu, bëjnë lufta në kufi për me u zmadhu. Na e kemi veten tonë aty dhe themi kështu. Por unë jam shumë i bindur. Dhe një fjalit fundit, profesor, që... Ata tham këta po... Jo, ta thoni atë, patjetër. Unë jam shumë i bindur që ka më ardhur koha që ata që na kanë nda historikisht në 1913 dhe na kanë sankcionu ndarjen në konferencën e Versailles, ata kundër dëshirës tonë, me që ka fillu në Kosovë, ka fillu një përpunimi, elaborimi e një po themin, doktrine të krijimit të kombit kosovar, a kupton? Me u kriju një komb, nuk mjaftojnë 100 vjet. Është një proces shumë më i gjatë. Paktën 500. 500 e ma, a kupton? Po them që ky 500 po e marru nga historia e gjermanëve dhe e austriakëve.